Papa Francesku ka ndëruar jetë mëngjesin e kësaj të hëne, një ditë pas Pashkës, në moshën 88 vjeçare, duke lënë një trashëgimi të pasur dhe të pandryshuar për Kishën Katolike dhe botën. Nulla vale la vita di un bambino. Kjo ishte dalja e fundit e Papa Franceskut në meshën e kësaj të diele, kur Vatikani njoftoi rikuperimin e tij pas një sëmundje të rëndë pulmonare që e mbajti në Spitalin Gemelli të Romës. Sëmundja e tij ishte një pasojë e problemeve të vazhdueshme shëndetësore, për të cilat ai kishte marrë trajtim gjatë muajve të fundit. Pavarësisht përpjekjeve mjekësore, gjendja e tij u përkeqësua duke e çuar në ndarjen e tij nga jeta në moshën 88 vjeçare. Në daljen e tij të fundit të dielën e Pashkës, u shfaq në lozhën e bekimeve për të dhënë bekimin tradicional Urbi et Orbi. Si papa i 266 dhe i pari nga Amerika e Jugut, ai shënoi një epokë të re me zgjedhjen e tij më 11 mars 2013. Papa Francesku do të kujtohet si një lider që transformoi Kishën Katolike, duke i dhënë një shpirt të ri dhe duke ndihmuar ndërtimin e një bote më të drejtë dhe më paqësore. Trashëgimia e tij do të jetë një testament i një jete të dedikuar paqes, dashurisë dhe shpresës për gjithë botën. Pas vdekjes së papës, protokolli i Kishës parashikon një periudhë zie që do të zgjasë 9 ditë me homazhe publike dhe ceremoni solemne për të nderuar jetën e tij të përkushtuar. Selia e shenjtë do të kalojë në duart e kardinalëve, të cilët do të organizojnë konklavën për të zgjedhur papën e ri, duke hapur kështu një kapitull të ri për Kishën dhe për besimtarët anë mban botës.